kompania franceze Millésime, e mirënjohur për prodhimin e verës dhe shampanjës, ofron për klientët e saj një model krejt ekskluziv, një shishe e cila mban simbolin e shqiponjës dy krenare të flamurit shqiptar. Kjo shampanjë është dizenjuar nga Jérôme Olivet, i shpallur si krijuesi i vitit në Paris për dekoret e tij unike. Në websajtin e tij, Jérôme ndër qindra artikush rendit edhe shampanjën Millésime. Ai shprehet se produkti është prodhuar nga rrushi i cilësisë më të mirë, e ndërsa xhami i gdhëndur tregon aristokraci. Spektri i shijes është i veçantë, pasi çdo shishe Millésime përfaqëson një karakter më vete. Ende nuk i jepet një shpjegim për zgjedhjes së shqiponjës dy krenare, mirë po krijuesi thotë se edhe forma disi e lakuar e shishes i shkon përshtat simbolit, ndërsa për sa i përket çmimit, duhet pranuar se ai është pak i kripur.